shënojnë fundin e tij politik. Sa kohë qëndrojnë në karrige dhe ai nuk jep dorëheqjen, ai qëndron si kufon politike. Është në detyrimin tonë madhor ta largojmë 1 minutë më parë. Miq, 2 javë të fundit, kërkesa ultimative, largo Lubi Ballukun, hiqi imunitetin dhe të shkoj atje ku e ka vendin. Jo, së është vetë. A mund të imagjinoni ju një njeri që bën, që depersonalizohet në shkallë ekstreme, vetëm se si të mund të bindë njeri se Lubi Balluku është ndershme, është korrekte. Dhe çdo fjalë që thot, ata që e ndigjojnë e kuptojnë që ky është vetë Lubi Balluku. Se Lubia është thjesht një shërbëtor e tij që ka zbatuar urdhrat. Po, nuk shkoj dot në Myni. Nuk shkoj. Se mesazhi është një. Largo, mos pengo drejtësinë, largo Ballukun. Kanë depozituar në Durrës mijëra tonelata helme më të rrezikshme për qytetarët e Durrësit. U bën analizat në Itali. Çfarë doli? Doli helme nga më të rrezikshmet. Dhe prokurori veproi. Ndërhyri sikur të ishin grur apo tulla. I papërgjegjshëm. Pas një interes tjetër përveç pasurimit të tij. Ndaj dhe 20 shkurti është dita jonë. Është dita në cilën shqiptarët kanë triumfuar duke zvarritur figurën më të rryer të historisë tyre kombëtare, Enver Hoxhën. Edi Rama nuk kanë për asgjë. Edi Rama nuk ka të ardhme. Fatin e tij do të psoj. Të dashur miq, protestat tuaja gjatë javëve të fundit kanë qenë protestat më të rëndësishme që kemi bërë ndonjëherë. Nëse ka patur protesta për të shpëtuar faqen këtij kombi, nëse ka patur protesta ndonjëherë për të mbrojtur dinjitetin e këtij kombi, kanë qenë protestat që ne bëm javët e fundit.